Një shpërthim e lëndplasëse ka ndodhur ditën e sotme në qytetin e Shkodrës. Raportohet se një automjet ka shpërthyer pasi është vendosur tritol në lagjen Arra e Madhe. Mësohet se i plagosur ka mbetur Enea Buzukja, punonjës i tatimeve, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Lënda plasëse shpërtheu në momentin kur 38 vjeçari ndezi automjetin e tij. Ai rezulton se është punonjës i tatimeve në Shkodër, ndërsa nuk figuron si person me problematika apo me precedent penal. Forcat e policisë janë nisur menjëherë drejt vendit të ngjarjes dhe po punojnë për sqarimin e plot të shkaqeve dhe rrethanave të saj. Gjithashtu bëhet me dije se automjeti ka qenë i parkuar rreth orës 11:35 minuta në lagjen Docmazi, në momentin që shtetasi Enea Buzukja ka ndezur automjetin e tij. Ka shpërthyer një sasi lëndë plasëse në automjet. Si pasojë, 38 vjeçari është dëmtuar dhe është dërguar menjëherë në spital, ku aktualisht është jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po kryen veprimet për zbardhjen e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorit apo të autorëve, njofton zyrtarisht policia. Kjo nuk është hera e parë që ngjarjet kriminale në Shkodër tronditsin kryeqendrën e veriut. Megjithatë, në orët në vijim, policia do të japë më shumë detaje lidhur me motivin e kësaj ngjarje të rëndë.